Gara me kohën vazhdon në rrënojat e qyteteve bregdetare të Venezuelës, ku ekipet e shpëtimit po kërkojnë papushim për të mbijetuar pas 2 tërmeteve të fuqishme që goditën vendin. Me duar, lopata dhe mjetët e improvizuara, banorët janë bashkuar me ekipet vendase dhe ndërkombëtare në përpjekjet për të gjetur njerëzit e bllokuar në rrënoja. Bilanci viktimave vazhdon të rëndohet. Autoritetet kanë konfirmuar mbi 1430 të vdekur, ndërsa Kombet e Bashkuara vlerësojnë se rreth 50.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Numri të plagosurve dhe viktimave pritet të rritet, ndërsa operacionet e kërkimit vazhdojnë. Nga ajri, dronët po kontrollojnë zonat më të vështira për t'u arritur, ndërsa në terren çdo thirrje për heshtje është jetike, në përpjekje për të dëgjuar shenja jete nga poshtë rrënojave. La Guaira është ndër zonat më të goditura. Lagje të tëra janë shndërruar në grumbuj betoni dhe hekuri, ndërsa qindra ndërtesa janë shembur plotësisht. Në zonat e prekura mbizotëron pasiguria. Familjarët qëndrojnë pranë rrënojave duke shpresuar se të afërmit e tyre mund të jenë ende gjallë. Çdo zhurmë, çdo lëvizje apo sinjal i vogël mban gjallë shpresën se dikush mund të shpëtohet. Ekipet kombëtare të emergjencës po mbështeten nga forcat e ardhura nga Meksika, Shtetet e Bashkuara, Spanja, Britania e Madhe dhe vende të tjera, por organizatat humanitare paralajmërojnë se kapacitetet mbeten të pamjaftueshme për përmasat e katastrofës. Ndërkohë, krahas kërkimeve, përndohen edhe pasojat humanitare. Mijëra banor kanë mbetur pas tre, ndërsa mungesa e energjisë elektrike, ujit të pishëm dhe shërbimeve bazë po e vështirëson situatën. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto?